Pasi u pastrua në një pjesë të tij, ka nisur mbyllje e kanalit kullues që përshkon mes për mes lagjen Kushtrimi, por problemi qëndron se puna e cila po kryet për mbulimin e pjesës sipërfaqësore të tij lë për të dëshiruar. Banorët e zonës shprehen se firma e cila ka fituar tenderin e Bashkisë së Vlorës ka vendosur të njëjtat pllaka prej betoni që ishin më parë, në mënyrë të çrregullt dhe në disnivel nga njëra tjetra. Por jo vetëm kaq, sipas banorëve në shumë pjesë pllakat mungojnë dhe kjo firmë ka lënë të mbuluara me plasmas, duke hedhur sipër tij zhavor, ku qytetarët kalojnë aty dhe bien duke u dëmtuar fizikisht. Sipas banorëve të zonës, ky është një tjetër projekt që po realizohet në mënyrë abuzive. Kanali nuk e ka mbuluar siç duhet, se po tallen, sa për sy gjuan, shikojeni. Zot flasësh fare, një pllak lart, një poshtë. Merre, filloi këtu dili atje lart, shikoj se çka atje më lart sish. Kot fare. Po tallen, po marrin lekë dhe po tallen, shikojeni vetë. Do të flasësh fare. Kanë thyra. Ata i kanë mbuluar me plasmas sa për se s'është puna ajo që bëjnë këta. Këta marrin lekë dhe këta se nikin apo. Merë po kot mos as pse. Mua betesh ai, po pastro kanali, do mbytesh në dimër. Si thuati? Po si janë pastruar fare andaj nga ne pa. Kur si janë pastruar këtu vaj hallit, andaj nga ne. Ato bëhen kur e shkojnë, ata kujtojnë kur mbyten. Nuk kujtojnë që televizionimit e ju është ai. Kjo popull e tash punët bëhen atëre çdo gjë brenda kohës, nuk bëhet kur mbyten njerëzit. Atëre s'ke ku vete fare. Atëre bëhen. Mua më pëlqen se jam i atij brezit që ka kaluar këto 3 djem të Vlorës. Që tek Gjika edhe 2 të tjerë doktora. Mirë që s'bën dot në një vepër të madhe, po që të pastronin qytetin e Vlorës, nga të gjitha papastërtit, ishte detyrë funksionale e tyre, se janë mjek. Doktoresha që ka ardhur tani, bravo qoftë se ka filluar me themel, që te ky kanal, që duhet ta bënin brezam përpara, edhe deri sot. Kështu që ka pasur shumë ankesa nga qytetarët lidhur edhe me mënyrën e riabilitimit. Tani ato ka specialistë. Dhe specialistët duhet vitë të kërkojë dikush llogari. Ka inxhinier, ka topograf që merren me ato punë, se dhe kështu njerëz më radh nuk mund të bëhet. Sot bëhet me njerëz më radh, kurse deri dje është punuar me shkencë në çdo hap. Kështu që ndoshta i bie radha ti dhe del në një gjë tjetër. Kështu që sot për sot, të paktën era nuk del jashtë që të marrë qytetin si në vende të tjera. Vlen të theksohet fakti se puna për pastrimin e kanalit kryesor kullues të qytetit në lagjen Kushtrimi, po zvarritet gjithashtu në kohë, ku deri më tani rehabilitimi i tij ka zgjatur disa muaj dhe ende nuk ka përfunduar.